S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur në ICF Tirana, është shumë qef. Se di kur ka qenë hera e fundit që ju kam kujtuar, po e them prap. Unë dhe Ada ju duam shumë. Ju duam shumë edhe jemi shumë mirë njoh Zotit për secilin prej jush edhe mirë njoh Zotit që na ka besuar që ju t'jeni pjesë e kësaj kishe që ne drejtojmë. Jemi shumë mirë njoh Zotit për secilin prej jush. Edhe te lajmërimet do ndaloja pakës të ajo që tha Joni, sepse ngjarje të veçanta të atij niveli që do jenë të shtunën ndodhin 2 herë për çiftet. Që i bie, mos e humbë të shtunë. Bëj çmos, mbushja menjen gruas, burrit. Premtoj në gjë, mos premtoj gjëra këtu të pa arritshme, por bëj çmos që të vish sepse Nedi dhe Jorida sigurohen që do jetë shumë një super ngjarje e bukur. Kështu që do doja një dorëdokitje nga ne të shtëpisë për ato që janë vizitor, për ato që janë për herë të parë. Mirë se keni ardhur, edhe uroj shumë që do ndjeni si në shtëpi. Edhe dua përshëndes dhe miq që na ndjekin online, ishte Eri, ishte Elisabeta dhe ju tjerë që na ndiqni, ju ftoj ta shkruani nga po na ndiqni dhe uroj shumë që Perëndia do t'i jap një fjalë pavarësisht se jemi mbrapa kompjuterit apo televizorit. Kështu që kemi gjithë të vit kemi folë për lartësitë e reja. Teknikisht unë e mbaroj javës tjetër lartësitë e reja sërin time. Pastaj do kemi një mik nga Colorado edhe një mik nga Texas, kështu që pas dielës tjetër do kemi 2 miq. Edhe synimi gjithë serisë është përjetojmë gjëra të reja me Perëndin. Jo vetëm kaq, të shkojmë në nivele që s'kemi qenë akoma me të, në lidhje me marrëdhënien tonë me të. E të duket një çik ndryshe ky vit. Lidhja jote me të tjetë më e fortë, më e afërt, marrëdhënia jote me Perëndin, më e ngushtë. Edhe javës kaluar, kështu me mesazhin javës kaluar. Javës kaluar ishte mesazhi si t'jem në formë nga ana shpirtërore, ose ndryshe si ishte ai vargu, si t'jem një enë nderi ose enë e dobishme për të Zotin, për atë që më ka krijuar. E dua t'ju nxis nëse bëhesh kurioz, mesazhet e kësaj serie dhe gjithë mesazhet e ICF-s janë në ICF Tirana, në kanalin e YouTube të ICF Tirana. Sot do të fokusohem tek liria, si të jemi të lirë. Edhe si të shkojmë në lartësi të reja në këtë gjë. Si të jem plotësisht i lirë. Se shiko, kur ti zgjodhe Krishtin, ai të dha liri. Së pari, të çliroj nga shumë zakone, nga shumë gjëra vjetra, por ndodh ndonjëherë që bëhemi pishman e kthehemi mbrapsh të ato gjërat e vjetra. Edhe synimi i mesazhit është, jo ta kemi lirin për një farë kohe, por që t'jemi plotësisht të lirë për një kohë të gjatë dhe gjithë kohës. Sepse disa herë rahatohemi me ato të vjetrat, Krishti na çliroi, ne kthehemi një mbrapa, edhe rrimi çik si shumë aty mbrapa, edhe rahatohemi me ato zakone dhe ritme gjërat e vjetra, edhe nëse rahatohemi shumë, na bëhen si pjesa jonë. Rahatohemi shumë, e kështu që ja si thot tek Gjoni 8. Në Gjoni 8 Jezusi e përshkroi kështu këtë gjë. Atëherë Jezusi ju tha judejve që besuan në të. Kujt ju tha judejve që besuan në të? Të krishterë. Po përdorin termin që shkon me ne. Atyre që besuan, që e kishin besuar te Krishti. Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Shiko, kur ti zgjedh Krishtin, ti je i shpëtuar një herë për gjithmonë. Kjo është e padiskutueshme. Kjo ka ndodhur një herë për gjithmonë. Nuk diskutohet më, nëse ti ke zgjedhur të besosh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, pritësia është vullos, sepse është pagu me gjakun e Krishtit. Por flasim për jetën e përditshme, sepse kur e njeh të vërtetën që thot Krishti te ky vargu dhe e zbaton, cilësia e jetës shpirtërore edhe udhëtimit tënd shpirtëror me Krishtin përdit përmirësohet. Edhe bëhet më e mirë. Për këtë po themi. Nuk po flasim për jetësinë, sepse po zgjodhe Krishtin, ajo vuloset një herë për gjithmonë, por flasim ndërsa jemi në tokë, edhe si ta përjetojmë këtë lirinë që Krishti po thotë. Shikoj, një varg më poshtë, hajde se do shohim me çik më poshtë. Ata i thanë,
thot krishterë që po e dëgjonin Jezusin duke thënë këto fjalët, ata i thanë, Jezus, qa thu? Ne jemi pasardhës të Abrahamit, ne s'kemi qenë kur sklevët të asuj. Si mund të thuash ti do të bëhemi të lirë, kur pas kemi qenë slevër? Edhe ka edhe krishterë që mendojnë kështu. Shiko, unë kam Krishtin, kaq mjafton. Qa thua ti? Që duhet jemi një lirë. Po një lirë jam, kam Krishtin. Gjoni 8, çik më poshtë, 34, 35. Jezus e tha kështu. Jezus ju përgjigj atyre. Në të vërtet, po ju them. Kush bën mëkat? Kthehet sklavi mëkatit. Po sklavi nuk rri për gjithmonë në shtëpi, ndërsa biri rri për gjithmonë. Shiko, mëkati është ajo pjesa që trishton Perëndin. Shiko, mëkati është ajo pjesa që na trishton dhe ne, sepse sa i kemi bërë mëkatin, na bin frymashete, po si prapë thash, po prapë bëra, prapë shkova, edhe prapë përsërita të njëjtën sjellje, të njëjtën fjalë. Është edhe duket na herë, ore, s'po mlidhet zëri me figurën, se të tjera them që jam, edhe të tjera shkoj bëj ose flas. Por Krishti e vazhdon kështu, vargu 36. Por nëse biri do t'ju bëj të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Këtë dua të ndaj me ju sot. Si të qëndrojmë të lirë? Është premtim, e thot shkrimi, sepse liria është si udhtim që vjen nga zgjedhjet tona. Nuk është ndodh një herë, por pastaj nëpërmjet zgjedhjeve tona mund ta mbajmë ikën edhe mbajmë edhe ikën. Se është një lloj cikli që i ndodh personit. Na është një lloj cikli që ti mund ta kesh pa nëpër media sociale, na herë është një njëjti cikël që ndodh me liderat dhe kohët. Kush e ka dëgjuar këtë shprehjen që ka qenë këtë citimin e shprehjeve që ka qenë vërtet nëpër media sociale për shumë kohë, që thotë shumë: kohët e vështira prodhojnë lidera të fortë. Nga halli, përpiqen, i dalin për zot situatave, bëhen lidera të fortë. Por këto liderat e fortë, e di çfarë bëjnë? Prodhojnë kohë të mira. Prodhojnë mirëqenie, prodhojnë bollëk. Edhe në moment që ka mirëqenie dhe bollëk çanoth, kohët e mira prodhojnë lidera të dobët. Sepse zurahat ato. Pastaj këto liderat e dobët, çfarë bëjnë? Liderat e dobët kthejnë kohët e vështira. Kthejnë kohët e vështira. Edhe është një lloj cikli. Edhe më duket sikur këtë lloj cikli e shikon edhe të udhëtimi jon me Zotin. Ja e para. E para është kur je plotësisht i lirë. Kur not kur je plotësisht i lirë? Kur dikush zgjedh të besoj Krishtit, ai të çliron, të pastron, të gjithë të shkuarën, të jep një fillim fringo të ri, të jep një identitet të ri, plotësisht të lirë. Edhe pas lirisë përjeton një lloj mirëqenie, nëse mund ta quaj kështu, sepse personalisht kur ti njeh Krishtin, shpirti jot ka një lloj mirëqenie. Pse? Ke paqe, ke shlodhje, ke gëzimin e Zotit, ke praninë e frymës. Ti lutesh edhe Zoti përgjigjet. Gjë që s'kishte ndodhur më përpara. Por sa më shumë që përmirësohen gjërat, e di çfarë ndodh? Tendenca është të harrojmë Perëndin. Tendenca është të harrojmë Perëndin, edhe të varemi te gjërat e tjera, edhe të krijojmë sisteme vetë tek të cilat varemi. Mund të jenë sisteme rreth i miqve. Ku kam një hall ç'a bëj? Nuk lutem një herë, lutem në fund, pasi kam marrë këtë në telefon, kur asnjëri s'më ndihmon. Pse? Sepse kam krijuar një lloj sistemi, ose gjërat, ose parat, edhe sa më shumë shtohen këto lloj sistemesh për jetën tonë, e di ç'a bëjmë? Jemi duke shty Perëndin nga rrajthi i jetës tonë. Jemi duke shty. Për shembull, me që kemi ca miq amerikanë tu, në Amerikë është një fenomen shumë i dukshëm, që nëse ndodh një gjë e keqe në Amerikë ose diku vërdall, e di ç'a ndodh të dielën? Fryen kishat. Plot kishat me njerëz. Bëmenot diçka, gjithë njerëzit lëshohen edhe harrojnë atë gjën që kanë për të bërë ditë, edhe gjithë shkojnë kish. Për një ose dy diela. Pse? Sepse sa qetësohet situata, njerëzit fillojnë dhe largohen edhe mbushin kohën me gjëra të tjera, si atëherë. Edhe shiko, kërkoj Zotit të të bekoj fort, të të mbroj fort, të shtoj gjërat e tua, të ardhurat e tua
mbrojtjen e tij, çdo lloj gjëje. Por kur Perëndia i shton këto gjëra, mos i lejo të largojnë tek ai. Që vazhdo të qëndrosh i lidhur me të. Ndryshe, nëse shtyhesh edhe largohesh, e di vjen e treta bëhesh në një farë forme, bëhesh skllav i atij sistemi që ke krijuar, bëhesh skllav i lekut. Ty nuk ze gjumi më, sepse të është hollukuleta. Ty nuk ze gjumi më, sepse do duhen ato gjërat që ti jesh më i gëzuar, edhe po harron atë dedikimin e pastër të çiltër që kisha atëherë. Edhe po varesh, po bëhesh skllav i këtyre mënyrave edhe sistemeve që ke krijuar. Galatasve thot kështu: qëndroni pra të patundur në lirinë. Të patundur çfarë thot? Gjithkohën një lloj. Jo njerë, kështu njerë, të patundur, me cilën Krishti ju liroi, në atë liri qëndroni. Dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Shiko, sot dua të ndaj me ju disa të vërteta që ngjajnë me luftën frymërore që kalojmë gjithë secili në momentin që zgjedh të japi jetën Krishtit, edhe dua të kujtoj çfarë? Të kujtoj të vërtetë e shkrimit. Kujtojmë se kush jemi, edhe që jemi blerë me gjakun e Krishtit, edhe që jemi të çliruar nga ai, edhe si ta majmë këtë liri, si të jesh plotësisht i lirë çdo ditë. Edhe në fakt, dua ta ilustroj me një histori, një nga historitë më të bukura në Bibël. Një nga shëmbulltyrat më të fuqishme sipas meje që tregoi Jezusi, edhe që ka mundësi gjithë për ju, shumica për jush e keni amensu. Kush është një nga historitë më nona në Bibël që ka thonë Krishti? Djali i plagprishës. Historia, shëmbulltyra e djali i plagprishës. Hajde ta ilustrojmë, edhe për ty që e di, bëj sikur po e lexo për herë të parë, ta lexojmë me i balë sy të tjerë, për të zbuluar ca të vërteta që kanë lidhje me këtë që. Hajde e shohim këtë historinë, edhe do shohim, shiko, do anojmë dhe i çik nga djali i dytë. Se sa herë që thuhet kjo historia, anojmë nga djali i parë, e harrojmë djalin e dytë. Do doja shumë që ta anojmë i çik nga djali i dytë sot. Hajde ta lexojmë bashkë Luka kapitulli 15, edhe historia e bukur, e veçantë, fantastike fillon kështu. Njëri kishte dy çuna, dy djem, dy bi. Më i riu i tha babait: "Atë me pjesën e pasurisë që më takon." Dhe jati u andau mes tyre pasurinë. Shiko, kur i kërkoi i vogli, ky ndau të dyja pjesët i lloj. Nuk i dha vetëm njërit, e i tha: "Rriti, çepe gojën, do të jesh mistret që të marrësh gjysmën." Jo, e ndau njëkohësisht. Edhe në këtë kontekst, në kontekstin hebre, ti kërkoje babës pjesën e pasurisë, sa kohë që ai ishte gjallë, ishte shumë ofendim i rëndë. Është sikur ti thuje: "Vdek inshallah." Sepse pasuria merrej vetëm kur vdiste. Është sikur ti uroje babait të kishe vdek në atë moment, ishte shumë ofenduese, por babai atë bëri, e ndau pasurinë mes djemve. Vargu 13. Mas pak ditësh, biri më i ri mlodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurinë dhe bëri një jetë të shthurur. Duket sikur nuk kishte mësuar me shumë lek. Edhe dhe mendoj që do kem shumë, asnjëherë s'do marroj, kështu që filloi një jetë të shturur, thot vargu. Tashi, vargu 14. Shivi çik. Dhe si i shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi buke, zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë në hall. Ja si filloi cikli: liri, mirëqenie, skllavëri. Shiko, rrethanat ndryshuan. Disa herë Zoti ndryshon rrethanat edhe për ne. Pse? Për të na shuk. Për të na shuk nga ajo, edhe për të na kujtuar neve, shiko. Së pari, ti je i pari. Për të na tërheqë ne vëmendjen, për të kujtuar, Zoti të ka bekuar, por mos harro radhën. Ai është i pari. Edhe kur puna u bë keq, ja si vazhdon vargu 15, kur ati shkoi aty ku s'mba më, atë shkoi edhe ju ngjit pas një banorit atij vendi, i cili e mori në arat e tij që të ruaj derrat. Shiko, ai vet po kërkon zgjedhje momentale. Edhe cila është zgjedhje momentale?
pa dike që po kalonte, edhe në vend të pendohe, edhe të shkonte tek Jati, tha jo, te gjë zgjidhen këtë vërtall. Ka mundësira këtu. Edhe shiko, edhe nuk shkon tek Perëndia, shkon tek zgjidhjet e momentit çfarë i vjen aty vërtall, edhe ç'a ndodhi, ku në shkon te Perëndia së pari, shpesh ato zgjedhjet fundosin më shumë. Bie më në grop, vargu 16. Shiva sa poshtë ka rënë. Edhe në kontekstin e hebre, vargu 16 është ai ka rënë aq poshtë sa nuk ka më. Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat dhe askush nuk ja lejonte. Një hebre të rrinte me derrat ishte shumë ofendim i madh. Jo vetëm që rri me derrat, ky do të haj, të ushqehet edhe si derr. Edhe ishte imazhi më i rënd për një hebre. Është kjo situata ku ishte ai. Por, këtu është ai vargu super i fortë, vargu 17. Vargu 17 është kështu. Atëherë i thirri mendjes. Atëherë erdhi në vete. Edhe ky është hapi i lirisë së vërtet. Të thuash kaq. Nuk duroj dot më. Nuk vazhdoj më dot kështu. Martesa jon nuk mund vazhdoj më kështu. Sjellja e fëmijëve nuk mund të jetë më kështu. Qëndrimi im te puna nuk mund të jetë kështu. Kjo nuk mund të jetë. Unë nuk mund të varem nga alkooli apo nga ipia apo çfarë lloj gjëje që e përdor që të më shtyj përpara. Jo. Kaq. Deri këtu. Nuk vazhdoj më dot kështu. Edhe sepse u kujtua sa punëtorëve më ditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria. Shiko, e para e di cila është për qenë plotësisht i lirë, sa herë që i ligu të mundoj të na tundoj dhe të na kthej mrapsh, e para është pranoje. Kam nevojë për ndihmë. Për qëndruar i lirë, kjo është hapi parë. Dorëzimi të pranosh, Zot, nuk mundem më. Kam nevojë për ty. Të përfshish Perëndin në sfidat e tuaja, edhe në gëzimet e tuaja, në çdo gjë. Kjo të mban të lirë. Sepse, ja si e përshkruan Davidi. Psalmi 32, Davidi tha kështu. Ndërsa po heshtja, ndërsa nuk po kërkoja ndihmë, ndërsa po i maja gjithë gjërat vetëm unë dhe vetja ime, kur nuk e rrëfeva mëkatin tim, e di çfarë ndodhi? Kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tër ditën, sepse ditë e natë dora jote rëndonte me mua, fuqia ime i përngjate thatësirës së verës, jam mysibet, jam keq fare. Kur përpiqesh vetë, pa e ftuar Perëndin të ndihmoj, na erë situata jonë, ngjan si me Davidin. Por pastaj, vargjet më poshtë, vargu 5, Davidi tha kështu, para meje, më në fund, arrita në pikën që nuk e shty dot vetëm, edhe ç'a bëra, pranova, rrëfeva mëkatin tim. Nuk e fsheja pausin time, thash doja rrëfej shkelet e mia Zotit, edhe ti e ke falur pausin time. Shiko, për djalin, kur arriti në këtë, për Davidin, edhe për këtë edhe djalin që kemi te historia, aty fillon ai çlirimi total. Kur arrin në pikën, edhe dorësohesh para Perëndis. Edhe shiko, dua të nxis dikush që është këtu, që ka mbledh gjëra, edhe mban sekrete, edhe veç përëndohet, edhe gjumi natë nuk e ze, edhe si Davidi, çdo gjë sigurisht rëndohet edhe shtohet mbi ty, nxitja ime do ishte silli para Perëndis. Çlirohu, lejoje që ky vit të jetë ndryshe, të jesh në lartësi të reja si i lirë. Pse? Ja ke sjell para Perëndis, edhe nuk po i mban gjitha vetë. Edhe si vazhdon Luka, kthehemi te historia jon, vargje 18-19. Luka thot, për këtë djaloshin, në fakt Jezusi thot, për këtë djaloshin edhe vazhdimi i historisë, dhe ky djalosh i thot, do të çohem, do shkoj tek Imat dhe do t'i them, atë më katova,
kundër qiellit edhe para teje. Ja futa kot para Zotit, ja futa kot para teje. Nuk jam më idej të quajmë as syt birë, trajtom si një nga mëditësit e tu. Edhe është prandaj në këtë pikë, edhe është e dyta që na ndihmon të qëndrojmë të lirë, rrëfe me përullësi, por rrëfej të dyve. Edhe para Perëndis, edhe para dikujt. Edhe para të tjerëve. Është pjesë e lirisë që duam ta bëjmë këtë gjë, të rrëfejmë para Perëndis edhe para njerëzve. Sepse shiko, na njerë kur rrëfejmë vetëm para Perëndis, e di çfarë ndodh? Ndodh që kthehemi e bëjmë të njëjtën gafë prapë. Kurse kur e rrëfejmë para Perëndis, marrim faljen e tij, por gjithashtu e rrëfejmë edhe dikujt, ai dikushi na man të përgjegjshëm. Sepse nga i herë, shiko, kur e vendos synimin me veten, ti e ke dëshirën e mirë, por ratosh edhe harron prapë. Për shembull, unë kam një synim disa vjeçar. Se ja them mirë, jo për ja them vetes. Edhe synimi im çdo vit është do të psohem të vit. Të vit do bëj diçka për shëndetin. Do filloj palestër, ose do filloj këtë, do filloj atë. Edhe kam këtë ide ndarke. Kur zgjohem jes, se ka mo. Sepse ka majt vetëm e veten time. Që kur ke dikë që të mamë përgjegjës, ose që ecën me ty, ose që shkon të palestra me ty, ose që të ndihmon, kjo të ndihmon shumë. Edhe për këtë arsye këtë vit, do të marr në orën 3, bëj bisedë me një shokun tim, 3 deri 3 gjysmore. Unë mbaj përgjegjës atë, ai më man përgjegjës mua. Edhe kjo na ndihmon bashkarisht. Se shiko, kur ke vetëm dëshirën e mirë, ne kemi shumë justifikime. Unë kam dhe justifikime shpirtërore për të mos shkuar palestër, sepse e di se për një orë që mund të jetë si unë, ose unë mund të përgatis një mesazh të papam. Edhe mund të bëj këtë, edhe mund të bëj. Kam dhe justifikime shpirtërore, se shiko, njeriu po kërkoj justifikime, e disa shumë gjen shumë. Edhe sepse ne e ti ke gënjem më shumë në botë, në njëri më thotë, çuna më thotë, mamin gënjem më shumë në botë, se i marrë ato 5.000 lekë kollaj. Më shumë në botë gënjem veten tonë. Njeriu që gënjem edhe që e mashtrojmë më kollaj, ja bëjmë zborin vetes tonë. Por përfshi dika. Pse? Sepse sjell shërim. Shive çfarë thot Jakobi. Jakobi thot kështu: rrëfejeni fajt njëri tjetrit. Sa e bukur. Lutuni për njëri tjetrin, pjesa fundit, që të shëroheni. Që të shëroheni. Kur e kërkon falje Perëndis, e di çfarë ndodh? Merr faljen e tij. Kur rrëfen Zot më fal për këtë gjë. Merr faljen e tij. Por shërimi kur ndodh sipas vargut? Shërimi ndodh kur bëm pjesën e dytë të ekuacionit. Kështu që për ta përjetuar këtë lirin edhe këtë shërimin, tamam që Perëndia ka për ne, duhet është ky sistemi që ka vënë Perëndia. T'ja rrëfesh Perëndis një, edhe t'ja tregosh dikujt që mund të lutet për ty, është e dyta. Pra e të nxis, ti jesh pjesë e grupeve të vogla gjatë javës, edhe explore, get free, çiftet, youthët, kids, ose filloje vetë një grup të vogël. Je pjesë e një grupi të vogël. Qëllimi i çdo ngjarje në ICF është të afroj ty më afër me Perëndin, por së dyti që është paqe e rëndësishme, të afroj më shumë me njëri tjetrin. Të afrosh më shumë me njëri tjetrin, që të flasësh me dikë, që mund të lutesh për dikë, dhe ai dikushi të lutet për ty. Edhe kjo është fantastike. Shiko, jeta e dikujt, ata them troç, jeta e dikujt mund mos ndryshoj, kush e di, nëse ti vjen 52 javë në vit, edhe nuk mungon as për ditë vere, as për pashk, as për asin ditë, asin diel. Edhe gjasat janë që jeta jote mund ndryshoj, por jo në ndryshim madh. E di ku ndryshon në ndryshimi madh, kur je pjesë e grupit vogël.
kur ti hap zemër me dike, edhe kur ai dikush vendos dorën dhe lutet për ty, edhe ti lutesh për të, anasjelltas, Perëndia na fal kur rrëfejmë, por na shëron kur. Na fal kur i rrëfejmë atit, por na shëron kur rrëfejmë, kur i rrëfejmë njëri tjetrit. Kështu që secili nga ne ka ato të shkuarën e tij, edhe në herë shkuara s'na lej të ecim përpara. Prandaj dua t'ju nxis shumë për të qenë pjesë e Get Free që filloi javës kaluar. Besoj edhe këtë javë është java e dytë, është më lehtë për të përfshirë, është për 10 javë, javës kaluar ishin 16 veta, edhe ka vend për më shumë aty, edhe nëse për dikë që e shikon veten që do të përfshihet në ICF, Explore dhe Get Free janë si thush fillimi i gjës. Hajde shkojmë te historia jonë, shkojmë te veprat e Luka 15 vargu 20. U qua pra, atëherë i thiri mendjes, erdhi me vete, kërkoi e kuptoi situatën, edhe u qua dhe shkoi tek Ati. Edhe kur ishte ende larg, i Ati e pa me dhe mshuri, u lshua me vrap, rani qafën e tij dhe e puthi. Që i bie kagjasa që ai ka qenë duke e prit gjithkohës. Kagjasa që ka qenë çdo ditë babai duke qenë duke prit edhe u ru, tash sot i kthehet birim sot. Noshta është sot. E njëjta gjë, Ati Perëndi është duke prit për dikë, duke thënë, mos është sot dita që ti do kthehesh tek ai. Edhe kur e pa, vrapoi tek ai. Por duhet na lëm tek disa vargje që nuk para theksohen të djali i madh. Vargjet 25, 26, 27, shiko çfarë thuhet për djalin e madh. Djali i tij i madh ishte në Ara. Edhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle. Atëherë thirri një shërbëtor dhe e pyeti, ç'ishte e gjitha kjo? Vargu 26. Shërbëtori tha, u kthye yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majm, sepse u kthye djali shëndoshe mirë. Vargu 27. Kur i dëgjoi këto, ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë i Ati doli dhe u lut që të hynte brenda. Vargu 29. Është i veçantë vargu 29 dhe ka 2 kurra aty me të kuqe. Por ai u përgjigjte Ati dhe tha, ja, unë kam bërë kaq, unë u bën kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjë nga urdhërimet e tua, e megjithatë kur s'më dhe një kec për të bërë një fest me çuna dhe lagjes. Edhe është kjo sjellja që ne që jemi prindër, këto kur e gjejmë në herë nga fëmijët adoleshent. Ti kur s'ke bërë për mua, ti kur kështu, ti kur ashtu, unë të shërbej ty për ditë. Edhe për ne që jemi prindër na vjen shumë e njohur kjo, sepse ne si prindër bëjmë sakrifica gjithë kohën për kalamajt. Bobe kërkoi çunit, ma sjell një gotuj. E solli të parën. Kur i thuaj herën e dytë, ma sjell dhe i gotuj, cila është përgjigjja? Pse shërbëtori jot jam unë? Ngela duket mushuj ty. Gjithë jetën duket mushuj ty. Shiko, është vargu 30. Po kur u kthye, si vazhdon historinë, se do ta shfryja do dufin e vet ai. Edhe pse në fillim e kishte marrë, si u nda pasuria në fillim, u nda gjysmë për gjysmë. Ky i ka llogari bankare pjesën e pasurisë, por prapse, siç ta thot. Kur u kthye ky djali jot, ky harami i fisit, që ky s'ka lënë gjë pa bë, që e prishi gjithë pasurinë tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmë. Do ta interpretoja kështu në kohën tonë. Ku u kthye ky harami që i la lekët rrugëve, edhe e di ku i kalon. Ka qenë ajo rruga me dritat kuqe në Amsterdam. Sepse thuhet fjalë prostituta aty. Edhe çdo natë ka qenë me një gocë tjetër. Pse? E shifjan story. Çdo natë story ishte me një gocë tjetër. Edhe s'la gjë pa bo atje, kurse ti pronotove lokali më të famshëm plagjes tonë, edhe ke porosit një super drek për atë, hiç nuk vi, do rritë parkimi deri kur të marroni, nuk futen brenda. Por çiko, ajo që po thonte djali i madh është një gënjeshtër e madhe. Prandaj edhe ti dhe unë për të qenë të lirë
na duhet kjo e treta. E di cila është e treta? Zgjidh çdo ditë. Nuk do I besoj gënjeshtrat e të ligut. Sepse I ligu të lozi me mendjen tonë gjithkohës. Ai kur, ky s'kur, ai bëri, ky s'bëri, gjithkohën të loz me nervat tona. Shiko, prandaj nuk e përjetojmë ndonjëherë të plot të që ka Perëndia për ne. Pse? Sepse besojmë gënjeshtrat e të ligut. Shiko, çdo lloj skllavërie fillon me gënjeshtër. Çdo lloj skllavërie fillon ti po beson një gënjeshtër që s'është e vërtetë. Edhe po dëgjoj historinë e një burri, edhe tha, e filloi historinë se sa I rënduar kishte qenë që fëmijë, sepse në shkollë e bullizonin të gjithë, edhe pse ishte shumë I aftë dhe shumë I zgjuar, e bullizonin mësuesët, e bullizonin shokët, edhe po I thonin shpesh, ti s'di asgjë, ti e kështu, ti e ashtu, edhe ai I besoi këto gënjeshtra për veten e vet. Gënjeshtra që ai besoi u kthyen si një farë mallkimi, sepse jeta ti ngeci. Ai besonte unë me gjithmonë s'di, unë me gjithmonë jam bryl, me gjithmonë jam kështu. Edhe u bllokua. Edhe kjo e shtyu këtë që t'jepte minimumin në shkollë, mezi e kaloi, kështu e vazhdoi historinë. Madje në moshë adoleshencë mori kot, pak më vonë u lidh me një vajzë, të vajzën e la shtatzan që 17 vjeç, edhe u detyruan të martohen. 17 vjeç u bëra prind, edhe shumë shpejt u bëra prind prap edhe prap. Edhe 20 vjeç kishte 3 goca, isha pa lek, isha pa punë, isha pa besim tek vetja. Edhe tha, mundësia fundit ishte me shtysën e gruas, aplikova një uzinë kimike që ishte në qytet, edhe pse nuk doja, edhe pse menoja që nuk do të merrin në punë. Edhe tha, kur më thirrën për intervistë, shkova me zor. Madje ju thash në telefon, më thoni që s'm keni pranuar në punë, se e di që s'm keni pranuar, se normal që s'kush më pranon mu, që mos të vi dot deri atje. Por në intervistë e di çfarë I thanë? I thanë një gjë tjetër. Përgjigjet që kishte shkruar ti te intervista janë shumë të veçanta, ti ke arrit të marrësh pikët maksimale që si ka marrë asnjë aplikant. Edhe ajo, ne jo vetëm që duam të marrim në punë, por duam të zbulojmë gjeniun që fshihet brenda teje. Edhe për herë të parë, 20 ca vjeç, ai po ndjon fjalë inkurajuse nga dikush që as nuk e njeh. Edhe I tha ishin ato fjalët vlerësuese që edhe këto njerëz besuan tek unë, më motivuan ta pranoja punën, filloi të jepja maksimumin te puna, e filloi të nxirrte botën e brendshme, edhe kompania duke pasaj Zoti ishte, I dha mundësinë të shkollohej, edhe u bë një nga inxhinierët më kryesor të kësaj uzinës kimike. U kthye nga një dështak që thonin shokët, e theu mallkimin duke besuar, jo të gënjeshtrat e ligut, por duke besuar ato që ishte I Zoti. I besoi Krishtit nga dëshmia një kolegu, edhe u bë person lider kyç në kishën e tij lokale. Kështu që, nëse edhe për ty janë thënë gënjeshtra, po sikur t'jetë sot momenti që s'do I besosh më ato gënjeshtra. Ato që mund t'jenë thënë edhe nga një afërm, nga I prit në nerva e sipër, ti e si daja tjeti, si ky ke për dalti, ja, si ky ai komshiu ti poshtë ke për të boti. Edhe gjithë to që pa dashje janë thënë me nerva, në acarim, në çdo lloj situate, nga një shok, nga një afërm, nga një mik, edhe ke zgjedh ti besosh. Po sikur t'jetë momenti sot për të çliru nga ajo që mund të kthehet si mallkim, edhe për të besuar, unë do të besoj premtimet që ka Perëndia për mua. Si vazhdon vargu? Atëherë Janti tha, biri të madh, o bir, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është e jotja. Çai kujtoj? Jo gënjeshtra që përlosten kokën e vet, ju kujtoj të vërtetat. Tha, çka kam unë është e jotja? Ne jemi bashkë gjithkohës. Që e fundit, nëse s'do të ngecesh në lagun e të ligut, atëherë zgjidh çdo ditë të besosh të vërtetat e Perëndisë, të vërtetat e shkrimit.
Sepse është për na ju nxis gjithmonë, kaloni kohë me Perëndin. Sepse në atë lloj forme ti do fuqizohesh duke u mbush me të vërtetat e Perëndisë. Pse? Sepse është e paevitueshme mos të ndikohesh në ditë edhe në javë normale, edhe mos të marrësh kritika apo ofendime apo çfarë lloj forme. Edhe nëse nuk kalo kohë me Perëndin, natyrshëm do hidhërohesh e do ikesh në atë anë. Por nëse kalo kohë me Perëndin dhe me shkrimin, ti mbushesh me të vërtetat e Perëndisë. Edhe do ta mbyll duke të kujtuar ty edhe vetes time 3 të vërteta nga jeta e këtij djaloshit. Edhe është vargu 22-23. Jati, pra kur erdhi biri, Jati përqafoi. Edhe u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu 3 gjëra. Sillni këtu shpejt 3 gjëra. Rrobë më të bukur, edhe visheni, një unaz në gisht, edhe sandale në këmbë. Nxirrni vishin e majmë dhe e therni të hamë të gëzojmë. Edhe dua të them në mënyrë figurative, ato i veshim bashkë. Robën, unazën, edhe sandalet. Sepse shiqa është. Vargu 24, sepse ky birim kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri dhe filluan të bëjnë një festë të madhe. Edhe nxitja është, le të kujtojmë, dua të kujtoj se cili prej nesh e para, le të veshim rrobën e drejtësisë, e të kujtojmë vetes. Kjo është e para. Kam nevojë çdo ditë të vesh rrobën e drejtësisë. Ç'a kuptimi ka? Rroba përfaqëson si e shikon ti veten. Edhe e di, si thot shkrimi, se kush je ti? Ti je bir i mbretit. Ti je bir i shumë të lartit. Ti nuk je thjesht një krishter që her pas here bën çfarë thot Perëndia. Shkrimi thot, ti je drejtësuar në momentin që zgjodhe Krishtin. Perëndia të shikon të drejt. Perëndia të shikon të veshur me këtë rrobën e drejtësisë. Sepse sa herë shikon veten të drejtësuar, aq herë do sillesh në mënyrë të drejtë. Edhe sa herë që e veten si rrumujaxhi, aq herë do bësh rrumuj. Sepse është bërë pjesë e identitetit tonë, por nuk është e vërtetë. E vërteta është, ti je veshur me rrobën e drejtësisë. Edhe e dyta është unaza, edhe unaza është autoritet. Është autoriteti që ti ke, është kujtesë për secilin prej nesh. Është autoriteti që kemi ndaj të ligut edhe ndaj çdo gjëje të keqe, që në momentin që zgjodhe Krishtin. Kur ti zgjodhe Krishtin të bëre biri i Perëndis, fryma e shejt banon brenda teje. Ti lutesh në emrin e Jezus edhe ke autoritet për të thyer gjëra në emrin e Jezus. Gjëra që mund të jenë thënë për ty, për familjen tënde, për punën tënde, edhe për çdo lloj gjëje. Besoje autoritetin, sepse thyen ato prangat e skllavërisë që mund të ngjecish rrugës. Kurse sandalet e paqes është për ato që janë rritë në fshat, kishim qef të esim gjithë verë zbath. Por ama, kër vishe sandale që ishte, sa rahat. Sër binte kam rahat. Edhe sandalet e paqes është, a i alau kam dhe i veshet o sandalet e rahatshme për të kujtuar qarë. Biri im, shlodhën pranin time. Shlodhën pranin time. Ate lutemi bashkë. Falenderojmë atë që na ke mbledh bashkë. E ti ke thënë kur ka 2 a më shumë të mbledhur bashkë, prania jote është aty. Të falenderoj atë që na ke mbledh për të na kujtuar se sa shumë na do. Edhe për të na kujtuar atë që ti dëshiron. Kjo vetëm të sigurosh për jetësinë, për dikë që zgjedh Krishtin, për të na fuqizosh për ditë. Për të jetuar të lirë, fiks para të jetën që ti kishe në mendje, ku na krijove në fillim. O atë jam mirënjohës për këtë kish, për secilin. Edhe lutem shumë, Perëndi, në emrin e Jezus, lutem shumë që këto të vërteta që dëgjojmë sot, jo thjesht do na trazojnë, por do kthehen në normë për jetën tonë.
Na ndihmo atë në emrin e Jezus, që do jetojmë të lirë çdo ditë. Edhe kur bota do vi vërdall për të na skllavëru, edhe kur i ligu do na vi vërdall për të na skllavëru, edhe kur dëshirat tona do na shtyjnë drejt sllavërimit, do të kujtojmë. Së pari, do të rrëfejmë ty, sa herë që gabojmë. Së dyti, do ja rrëfejmë dikujt që na maj përgjegjës. Dhe së tretit, nuk do i besojmë gënjeshtrat e të ligut. Por do mbushemi me premtimet e tuaja, që janë jetë, që janë të sakta, sepse e dim se kush je ti që e ke thënë, edhe dim se sa javë je ti për t'i plotësuar ato premtime. Në emrin e Jezus lutemi. Zot, na çon në lartësi të reja. Na çon në lartësi të reja në lidhje me lirinë që ti ke për ne. Dhe na bëj, o Zot, që kjo javë të jetë ndryshe. Dhe jemi të lirë, të mbushur me gëzimin tënd, me praninë tënde. Na ndihmo, o Zot. Na mbush me dëshmi këtë javë. Në emrin e Jezus lutemi. Edhe besojmë. Amen. Amen.